Në katedralen e Shkodrës Shënështif nuk kremtua mesha shenjtë e Krishtlindjes, arqipeshvi i arqidioqezës Shkodër-Pult Imzo Gjovani Peragjine për herë të parë u hoqi një meshë krishtlindjesh që pas emërimit të tij në detyrë. Në fjalën e tij para besimtarëve, ai dha disa mesazhe të forta, teksa tha se rrugët, sheshet dhe shtëpitë tona janë të ndriçuara fort nga dritat, por nga ana tjetër rrezikon të erësohet Krishtlindja. Ajo që shqetëson arqipeshvin është edhe kjo festë e rëndësishme për krishterët të mos festohet vetëm në sirfaqe, por të ndjehet në shpirt dhe të shoqërohet me veprime të mira dhe për mirësinë e secilit. Duhet të pranojmë se shpeshherë shpresa jonë mbulohet nga drita të rreme. Në këto ditë po shikojmë rrugët tona, sheshet dhe shtëpitë tona bushen me shumë drita. Por janë drita që ndriçojnë vetëm jashtë. Janë drita që shkëlqejnë fort, por edhe rrezikojnë të erësojnë kuptimin e thellë të Krishtlindjes. Ndriçojnë udhët e qytetit, por nuk ngrohin zemrën. Zbukurojnë pamjen e jashtme, por lënë në hije brendësinë e jetës. Drita që sodisim këtë natë të shenjtë është krete ndryshe. Është drita e një hyj që lindë në heshtje, që lindë në varfëri, në brishtësinë e një fëmije. Është një dritë që nuk pret të admirohet nga largë, por të pranohet nga afër. Një dritë që nuk vjen për të na gjykuar, për të gjykuar gabimet tona, por për të na çiluar nga çdo skllavërie që na rrendon. Një shoqëri që shpesh i jep përparësi dukjes dhe pamjes së jashtme mbi thellësinë, Krishtlindja na fton të mos ndalemi të dritat që kalojnë dhe që pas pak ditësh do të fiken, por të lejojmë veten të udhëhiqemi nga drita që mbetet, nga drita që jep kuptim jetës së sonë. Edhe ne që jemi këtu në këtë katedrale për të kremtuar këtë meshë, edhe ne ndoshta rrezikojmë që Krishtlindjen të jetë vetëm një festë të jashtme, një festë e bukur, por pa të festuarin që është Krishti. Sonte nuk jemi këtu vetëm për të përtërisur një ritë apo për të ruajtur një traditë të së kaluarës. Jemi këtu për të kremtuar një ngjarje të gjallë dhe vendimtar. Një ngjarje që ka ndryshuar historinë e njerëzimit dhe vazhdon të ndryshojë historinë të secilit prej nesh. Në këtë natë të shenjtë, para fëmijës Jezus, i lutemi hyjtë për hirin që të mos kënaqemi me një Krishtlindje sipërfaqësore, por të njohim dhe të përqafojmë dhuratën më të madhe, hynë që është me ne, hynë që lindë për ne. Pas kremtimit të meshës në oborrin e katedrales, besimtarët shijuan spektaklin e fishek zjarreve, duke e bërë më të veçantë këtë moment festiv.